Muzeu Kombëtar i Fotografisë Marubi mirëpriti një takim të veçantë kushtuar librit fotografik Photobook Kalin Cruz, themelues të D&H Publishing, një prej shtëpive botuese të pavarura më të njohura në Europë në fushën e photobooks, artist books dhe fotozinës. Workshopi solli etapat e krijimit të një photobooku, nga konceptimi i idesë deri te realizimi i librit përfundimtar, duke trajtuar pyetje mbi elementët që e bën një botim të tillë të veçantë dhe mënyrën se si fotografia, dizajni dhe materialet dhe struktura e librit bashkohen për të rrëfyer një histori artistike. Mendoj se një libër fotografik nuk është një portofol, pra nuk është thjesht një përmbledhje e fotografive më të mira që ke realizuar ndonjëherë. Është më tepër, diçka që duhet të krijojë një histori. Dhe kjo histori duhet të ndërtohet përmes të gjithë elementeve që e përbëjnë libri, përmes letrës, përmasës, tingullit, lidhjes së librit. Prandaj, një libër fotografik është një objekt artistik, nuk është thjesht një koleksion fotografish. Ndërsa jetojmë në epokën e fotografisë digjitale dhe rrjeteve sociale, pyetja që lind natyrshëm është se pse Photobook vazhdon të mbetet një format kaq i rëndësishëm për fotografët. Mendoj se kjo ndodh sepse ai kërkon më shumë përqendrim. Në rrjetet sociale, thjesht lëviz vazhdimisht me gisht, kalon nga një imazh te tjetri, dhe në thelb nuk ndalesh të përqendrohesh te diçka. Ndërsa një libër fotografik është një objekt me të cilin duhet të angazhohesh. Duhet i kushtosh kohë. Është si të gatuash një vakt, ose si të dëgjosh muzikë me vëmendje, në mënyrë aktive. Duhet të hysh në marrëdhënie me të dhe t'i kushtosh kohën e nevojshme. Për fotografët e rinj dhe ata që duan të jenë pjesë e këtij profesioni, ai ka këtë këshill. Mendoj se këshilla nuk është të frymëzohesh, por të mos kopjosh. Mos u përpiq të bësh një libër si ai dikujt tjetër, dhe mos kopjo punën e askujt. Mund të marrësh frymëzim, por përpiqu të gjesh mënyrën tënde për t'i paraqitur dhe treguar veprat e tua. Shpresoj që njerëzit të ndihen të frymëzuar nga ajo që bëjmë, nga ajo që prezantojmë, nga librat që krijojmë dhe nga fotografia në përgjithësi. Muzeu Marubi është një vend i mrekullueshëm dhe u befasova kur e zbulova. Është një hapësirë shumë e bukur, me ekspozita të mrekullueshme dhe me njerëz shumë të sjellshëm që punojnë këtu. Është hera ime e parë në Shqipëri dhe vërtet një përvojë e veçantë. Nga Kosova enkas për këtë takim, Ylka Fetaj, ligjëruese në Fakultetin e Arteve Prishtinë, thotë se këto janë mundësi shumë të mira për artistët që Muzeu Marubi ju mundson. Mundësitë që të kemi trajnime të tilla, biseda të tilla janë shumë të pakta, sidomos në Kosovë, dhe si zakonisht Muzeu Marubi gjithë na ka jap këtë mundësi, edhe të bashkëpunime të tjera që kemi pas me studentat tonë, edhe është mundësi e mirë që të mësojmë diçka më shumë si bëhet, domethënë, se është medium veti, edhe krijimi i fotobookut është domethënë medium veti. Cruz ndau përvojën shumë vjeçare në botimin e librave fotografik, duke prezantuar filozofinë editoriale të D&H Publishing, e cila prej më shumë se një dekade bashkëpunon me fotografë nga e gjithë bota dhe realizon botime të vlerësuara ndërkombëtarisht për cilësinë, dizajnin dhe qasjen artistike.